disa momente heroizmi nuk ka nevojë për uniform, nuk ka nevojë për tituj, apo si që jemi mësuar në filma e libra për një pelerin. Ai lind në sekondat e para, kur dikush vendos të mos largohet, por të hyjë drejt rrezikut. Në një Tiranë, në një qytet që shpesh ndoshta zgjohet me lajme të kopshme, ti dhe them që kryeqyteti këtë herë u ndal për të parë një njeri dhe një akt që na rikujton dhe njëherë se çfarë do thotë në vetvete të jesh njeri. Kush shpëton një jetë, duket sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin, është një thënie e famshme. Dhe kjo thënie merr kuptim kur ne njihemi me historinë e Yunus Muratajt, një njeri i jashtëzakonshëm, i cili në mes të flakëve vendosi të rrezikonte jetën e vet dhe gjithçka mbarti historia e tij për shpëtuar jetën e një familjari i cili u gjendë mes flakëve në rastin e pallatit në zonën e farmacisë 10. Pikërisht e kjo histori, tek heronjtë e vërtet, tek ata njerëz cilëve duhet t'ju aputhim duart çdo ditë në mëngjes. Me ne privilegj të të kemi në studio zoti Yunus Murataj. Mirë se vjen. Yunus, është kënaqësi që jemi së bashku. Mirë në Mesdrit. Dhe na lejo t'ju themi që çdo fjalë është e besuar, e menduar dhe as pak e eksagjeruar. Ju jeni vërtet heronjtë e kësaj bote që ne jetojmë. Dalim pak tek ajo ngjarje që në fakt rrëmbeu zemrat e gjithëve, teksa ju shihte juve në kryet e detyrës, teksa sakrifikonit veten për të shpëtuar një zonjë të moshuar. Që me sa di unë, ju ka thënë më lini këtu në mes të flakëve, nuk dua të vi. Si ishte ai moment? Unë ratë parë një falenderoj gjithë ekipet që morën pjesë për shkruarjen e zjarrit. Sepse është, siç e thatë dhe ju, shpëtimi i jetës njerëzve. Dhe jo vetë shumë, kushdo nga ekipet që morën pjesë do ta bënte këtë punë. Do ta kryente këtë. Sepse ky në vetvete ky lloj evakuimi ka problemet e veta. Ne evakuam njerëz për momentin. Nuk e se ish vetëm zonja. Nga pjesa e përparme, që janë jashtë kamrave, u evakuan të gjithë banorët e pallatit. Në të dy kratë të seksioneve që i themi ne. Në momentin e mbritjes vemi tek zjarri, pash një shpërndarje të zjarrit që nga eksperjenca ime mbi 30 vjet mund ta quaj nga shpërndarja e flakëve nga më të rrallë. Midis talboni që i thonë në gjuhën teknike, ekspertët e fushave të përkatëse dhe murit, ajo e kthen në një formë o gjaku. Dhe po të si që shikojmë edhe nga pamjet që e pa mundur ndërhyrja. Me njerë unë njoftova e prorët e mi, e kam thënë edhe media tjera e detyruar, se veprimi ishte i tillë, dhe kishja nevojë për shtim forsas dhe kapacitetesh në mjetet dhe njerëz. Gjë e cila e kemi edhe detyrë funksionale tonë, njoftova grupet e gatshme për të ardhur në ndihmë sa më shpejt, sepse ishte edhe një orar paksa i themi ne zjarfiksit mbas orës 4 fillojnë edhe erat që na i bëjmë paksa më të vështirë ndërhyrjet në çdo vend. Jo vetëm te pallati, po edhe në terrene të tjera. Me mbritjen e forcave, një falënderim veçantë dua për zjarfiksit e bashkisë Kamës dhe Vorë. Që u gjendën. Na janë gjendur pranë çdo kohë. Sidomos zjarfiksja e Kamës ka një autoshkallë që e ka Blerishtas 32 metra gjatë, sepse autoshkalla e drejtorisë së Tiranës është 50 metra dhe është e pa mundur ty... E pa mjaftuar. Jo, në këto hapësira të ngushta. Sepse do vendin e pozicionimit pak më të gjerë nga këto që janë me distanca më të vogla. Zoti Yunus, ne po shikonim pak më parë imazhet, mënyra se si ju vepruat për të shpëtuar zonjën e moshuar. Dhe teksa shkoni drejt flakëve, nuk është hera e parë kjo në një situatë kaq të vështirë. Çfarë ju shkon në mendje? Ju jeni babai i 3 fëmijëve, të 3 të larguar nga Shqipëria. Dhe kur zgjidhni që të vetë sakrifikoheni në këtë lloj mënyre, i keni në mend ata?
Po pa tjetër, njerëzore janë gjitha. Çfarë emocione është kjo? Edhe emocionet janë njerëzore. Pra e thashe pak më parë, këtë si veprim do ta bënte kushdo që shërben në shërbimi zjarfiks. Por unë e pashtë pa mundu të tërhiqja nga veti kisha shpërndar forcat për luftimin e këtij zjarri për mos prapë. Si që thash pak më parë, sepse era e favorizonte. E po ta shikon ku mendohet vatra fillestare e zjarrit nga krahu verior dhe shpërndar direkt nga krahu i lindi, i perëndimit të diellit. Kjo e favorizonte më së tepri dhe do bënte një shpërndarje të jetë keqe të flakëve. Dhe nuk mund të lëvizja dot unë personel tjetër të shërbimit zjarfikës, sepse ai ishte me një ecë, i themi ne, që po shuante flakët. Dhe në moment unë dëgjoj nga familjarët që është nëna në katin e 5. Dhe prandaj veprova. Nuk e menduat 2 herë? Absolutisht jo. Sepse misioni në vetë është shpëtimi i jetës njeriu. Është mision. Zoti Murataj, na lejo t'ja prezantojmë edhe një herë publikut atë moment, me ndihmën e regjisë duam që të shohim edhe një herë momentin e shpëtimit dhe dua të di dhe të kuptoj në atë frikë, panik të madh që patjetër ajo zonjë më shuar gjendej, çfarë ju tha në momentin që ju po e shpëtoni? Kemi mundësi ta shohim tani edhe në ekran. Në momentin e mbritjes. Çfarë ju komunikoi, çfarë ju tha? Në momentin e mbritjes që ipa nga ana e balkonit nëpërmjet autoshkallës, unë zonjën e gjej në pjesën të brendshme të kuzhinës. Mbasi kam hapur derën e balkonit, banesa ishte e mbushur totalisht nga ty. Sepse siç më thotë zonja, ajo kishte dashur të dilte nëpërmjet shkallëve të pallatit, nga krahu i përparë. Në momentin që kish hapur derën, atëherë kish harur gjithë tymi i shkallës brenda. S'kishte mundur? Nuk kishte mund, sepse zonja ishte dhe me probleme mjekësore, që buante nga zemra. Ishte probleme shëndetësore. Dhe evakuimi u bë nga balkoni. Nëpërmjet bisedës që bëra të shkurtër me zonjën, zonjën unë e gjeta në gjendje pothuaj shok. Kish hipur panik. Në momentin e hapjes derës balkonit, ajo mori pak si zemrë dhe sa e nxora jashtë. Aty pasaj e bizetuam, i thash duhet dalim, duhet... Dhe i dhatë dhe kokoren tua. Ishte pjesa, nuk janë gjërat fikse në shërbim. Ishte pjesa e mbrojtjes sepse në momentin e ngjitjes kishte shumë rënje në lartësi të pjesëve të talbonit, që është pjesa e fasadës. Vesh. Dhe mendova që një personi pa trajnuar, në moshë të thyrë, do na shkaktonte më shumë probleme në rast se do t'i binte një pjesë. Edhe unë, pjesë njerëzore jam, por ne jemi paksa dhe më të specializuar në këto gjëra, për këtë punë. Zoti Jonos, sa herë ura telefoni atë ditë, teksa ju ishit duke u kujdesur për çdo jetë që kërcënohej nga zjarri? Sa herë ura telefoni nga familjarët tuaj? Ke shumë të drejtë, sepse unë këtë rast isha drejtuesi i gjithë operacionit. Për të gjitha bashkitë që erdhën, për gjithë forcat i drejtonja, dhe në moment që ne mbyllëm me eprorët e mi, telefonin nuk hapme. Jo vetëm për shpëtimin e kësaj zonje, po të gjithë operacion. Sepse më problem ka qenë pjesa tjetër që ka qenë jashtë kamerë. Ka qenë problem i evakuimit dhe kthimit të banorëve për të marrë sendet e tyre personale në banesa, që kalonin perimetrin e policisë. Pra këto janë një mori probleme që ne kemi gjatë një ndërhyri. Se çfarë ndodhi që se pam në kamerë? Nga vetë pozicioni i pallatit, në forum uje që i themi ne, dhe pjesa e flakëve ishte nga pjesa veri perëndimore. Pjesa tjetër kishte marrë në pjesën e brendshme të pallatit që i themi ne, dhe pjesa hidranteve zjarfikse dhe tubat e shkarkimit.
sepse tubat e shkartimit janë plastik, nga pjesa e brendshme e hyrjes së pallatit. Dhe po ato janë të vendosura në një formë të tillë që fillojnë nga katet e sime deri tek pusetat anësore, që bëjnë shkarkime. Aty ishte e mbushur komplet me tym, shkallë dhe daljes të pallatit. Dhe aty veproni vetëm forca zjarfikse nëpërmjet pajisjes AP3, bomblat e oksigjenit që janë të rëndonë, që bënin dhe evakuimin e banorëve. Zoti Yunus, është kjo ndërhyrja më e vështirë që ju keni bërë, apo keni patur ngjarje të tjera që ju kanë rrezikuar dhe jetën ndoshta? Unë për gjatë gjithë punës time, si që thashe pak më parë, 30 vjeçare, kam pasur shumë rast. Ne kemi pasur edhe rastin, po e përmend, të 26 nëndorit të Tërmetit. Kam qenë drejtues operacioni po në Durrës, tek Hotel Miramaria që ka dalë fatmirësisht Adriatik Bode. S'bëj gabim që përmes. Por zjarri ka një element më të veçantë, se zjarri nuk dihet se nga merr. I pa kontrollueshëm. Është i pa kontrollueshëm. Prandaj bëhet dhe më i vështirë ndërhyrja. Në aspektin njerëzor, çfarë do thanë fëmijët në momentin që pan atë videon që qarkulloi, të kanë identifikuar, jam i sigurt, menjëherë, bashortja, fëmijët, kur komunikove me ta? Kur mbrita në shtëpi, se unë, si që thashe pak, parë kam një vajzë në Amerikë me studime, e para ishte ajo që nuk e kishë mbyllë telefon, derisa më pa me kamerë, se vetë largësia dhe emigrimi është bërë te i vështirë edhe për ne prindrit. Por unë çdo ndërhyrje operacionale që kam pas shumë, unë e marr pak, mund ta them, me sportivitet. Ju po fëmijët dhe bashortët. Ata më thonë, më shikojnë, bëjnë, dalë shikoj këtej, pse kjo shenjë, pse kjo. Edhe ata kanë besoj emocionet e tyra, po unë e kaloj pak si me sportivitet këtë. Ju keni qenë pa qef, le ta zbus pak, pas ngjarjes të pallatit në farmacinë tjetër. Ju vokalisht u fshit fare, apo fare? Sot jeni më mirë, se po artikuloni dhe publiku po e dëgjon. Ka patur raste ku jeni dëmtuar gjatë një operacioni shpëtimi? Unë vetë personalisht jo, kam pas varësit e mi që janë preku edhe këtë radhë. Edhe këtë herë. Edhe këtë herë një drejtuesi autoshkallës të zona, tek stacioniste një dhjetorit që bëm dhe evakuimin e zonjës, ka rënë covet Albonin në lartë, u shkput komplet. Drejtuesin e autoshkallës e zuri në dorë, dhe ai pras një moment nuk e la autoshkallën pa drejtuar. Prandaj thash pak më parë që të rëmben emocioni, është vetë, edhe si mision, nuk është thjesht të shkruhet në letra misioni. Po e kemi zgjedhur këtë detyrë dhe e bëj. Zoti Yunus, mos vallë dikush në familje mezi po pret që ju të dilni në pension? Sepse ka këtë merakun, këtë shqetësimin që shoqëron çdo ditë për detyrën tuaj. Bashortja. Thot kur do më dal burri, thot në pension. Po ju nuk më duket sikur keni ndërmend t'i largoni këtë profesion. Unë absolutisht. Ti e dashuron këtë profesion. Tash kam 33 vjet, unë nuk mund të bëj dot punë tjetër, jo se si jam i zoti, po jam brenda habitatit tim. Çfarë gjene në këtë profesion që të mban, duket sikur të mban të ri dhe të mbushur me jetë? Unë nuk e kam thënë asnjë stacion tjetër, po e them për respekt televizionit tuaj. Kur dëgjon një sirenë zjarfikse, ne kemi në një formë adrenalinet. Dhe ajo sirenë ka një mesazh, dhe e them edhe për publikun e gjerë. Ajo sirenë thot, hap rrugën se unë po shkoj të shpëtoj një jetë njeriu. Ky është mesazhi i asaj sirene. Jo më kot kanë zgjedhur ligjvensit edhe të strukturave të bërjes së automjetet e zjarfikse, atë lloj sirene. Dhe sirenat nuk janë të një llojta. Pra ajo të thot mesazh, largohu se unë po vetë shpëtoj një jetë njeriu. Kjo për ne është emocion. Dhe kjo është kënaqësia që i merrni kësaj pune.
Shkojmë pak në fillimet tuaja. Do shta viti pari punës. Si vendose të bësh pjesë e forcave Zerfix? Unë kam filluar në moshën 21 vjeç. Shërbimi Zerfix. Si gjithë tjerët ishin vitet 90, sepse... Vështira për Shqipërinë. Vështira sepse edhe ligjet dhe aktet në ligjore kështu ishin për momentin ishin me policinë e shtetit. Unë personalisht vija, jo se kam jetuar shumë vitet e diktaturës, po ato pak dhe për kohën policia e shtetit ishte njëshin atë kohë. Dhe ligjet dhe aktet në ligjore të kohës ishin që Zerfixa ishe brenda strukturave të policisë shtetit. Po të këta të rinë sot, Zotë Junus, e gjeni ju të njëjtin pasion për profesionin që ju keni patur në ditët e para? Për shërbimi Zerfix, duke ndjekur në bas operacionet dhe rrjetëse sociale, mas e shkrene me drejt e pa drejt, nuk po i po ditë të migje, çdo person për punën që nuk di, e para gjykon. Ai nuk di se sa vuan ai për të kryer mision. Punoj si shërbimi Zerfix, se sa vuan për të kryer atë mision, asnjëri nuk e di vetëm për shkojnë në rrjete. Për të parë disa defektet vogla që mund t'i quajnë dhe i pasqyrojnë në rrjetet sociale. Nuk është ai veprimet operacionale. Veprimet e operacionale, thash pak më lart, janë të shpëtojmë jetën e njeriut. Dhe prandaj shërbimi Zerfix është punë në grup. Nuk është punë individuale. Prandaj, po e ritheksoj, nuk është jo nuzi që vajti të shpëtoj jetën e asaj zonjë. Do ta bende kushdo që shërben në... Dhe ne nderojmë gjdo figur që ishte pjesë e gjdo operacioni të ndërhyrjes. Do ta kryente misionin. Neve ju kemi sot në studio juve, por ju si përfaqësues të gjithë forcave të Zerfixës në Shqipëri për misionin... Prandaj përshëndes të gjithë pa përjashtim, që nga drejtori i përgjithshëm dhe deri tek ai që e quajmë në grad asistent Zerfix. Sigurisht. Përshëndetje nga ana ime, janë heronj të vërtet. Zotë Junus, faleminderit shumë nga stafi mes dritës, por edhe nga fakti që na besove një rrëfim kaq sinqert me njëherë pas një ngjarje e cila na dha veç se mësime. Edhe uroj shumë që mirënjohjen për punën që bëni ta keni në çdo ditë vitit, jo vetëm sa herë që kemi një situatë të tillë. Faleminderit ju për ftesë. Keni jetë dhe shëndet. Falenderimet tona nuk janë të mjaftueshme për punën tuaj. Faleminderit nga ana ime. Gjithmonë jemi pritur. Publikut i themi qëndroni me ne, pasi rrëfimi shumë të bukur edhe frymëzues, ne rikthehemi vetëm pas pak.